Nga njëherë, kur e shet që sanët nuk po dhezin, nuk po mund me ecë për para, nuk po mund me ndryshu gjanat, atër vetëm një veprim duhesh me ba. Me ba shpërngulje, me u largu, me fillu, me shku dikun, me fillu prej zarës. Kjo edhe shpërngulje nga vendi, edhe shpërngulje nga qyteti, pra nga vendi, nga shteti, ose nga qyteti, ose nga lagja, ose nga njerëzit me cilët ke punë, ke pas punë dhe i sad, ose dhe nga lloji i punës, i biznesit, i zanatit që ke pas. Sa njerëz nuk kanë dhezë në profesionet e tyre, kanë ndru profesion. Ka qenë me profesion të caktuar, inxhinier, arkitekt, ku e diçka, ka dalë në tregti. Edhe nëse shohim historinë e pejgamberëve, revolucionet më të mëdha, ndryshimet më të mëdha, pejgamberët i kanë bërë, mas i kanë bërë hijret. Ka ik vëlla, ka ik. Shoqënia vet nuk e ka përkrah. Ibrahimi a.s. ka ik prej Babilonis, ka shku në drejtim të Egjiptit. Atje ka ndodhur problemi, ja kanë dhënë dhurat Haxherën, i kanë lind fëmijë, o shpërngul në Sham. Ka fillu ndryshimi Ibrahimit a.s. edhe si pejgamber, edhe si bashart, edhe si bab. Mas i ka bo hijret, muno me tas nuk dhez. Nuhi a.s. ka nejtë e popullit 950 vjetë, s'ka dhez. Normal pejgamberët s'kan pas drejt me u largu kur t'ju tekët atyne. Jakubi a.s. ka nejtë në venin e vetë, veç ka nejtë u ka, me sprova që ka pas. Jusufi a.s. është shpërngun me dhunë, të e gjujtë në pose, të e marrë, të e shite, por ka bo një hijret, ka ndryshu njeri. Ka ndryshu është bo zamen si mbretit, thuj se mbret, që ka thona është bo. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, kur ka bo hijret Medine, ka ndryshu sanët. Kanë fillu njerëzit me të madhe me pranu islamin. Musa alaihi salam, sa ka nejtë të faraoni aty deri sa ka ik, 10 vjetë, ka ik i përndjekur. Pastaj është kthy me profetësi, është kthy si sfidues si faraonit, edhe si fitimtar. Ta sheh vëlla që s'po dhez në atë katunin tonë ku je atje në atë qytetin, në atë mahallën tonë ku njerëzit nuk të vlerësojnë, ku e diçka. Je profesionist, je mjek, je inxhinier, je ku e di çfarë profesioni ke, i Zoti, je i mençëm i Zoti. Mahallën tonë nuk të vlerësojnë, lagjën tonë ik shkoçelën një ordinancë në qytet tjetër. Se ka rihuj të vlerëson më shumë se yti. Kjo nuk është për më ul vlerën e të vetit, por du të mu mundu deri kur ta shet që nuk po shkan. Ama jo me shkatru vetën, ja se i kam të metër ku e di qka. Le tjetë mësim nga shpërnguljet apo hijretet e pejgamberve, le tjetë mësim për se sëllin prej neve. Allahu na rujtë.